Rikthehet mbështetja dhe mbikëqyrja amerikane në prokurorinë dhe gjykatën e posaçme antikorrupsion. Ekspertët amerikanë të Obdadit janë rikthyer në SPAK për t'i ofruar asistencë timeve të prokurorëve të posaçëm, rreth 2 muaj pas urdhrit të Trumpit, i cili ngriu fondet për ndihmën ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata janë rikthyer zyrtarisht në SPAK për të nisur punën dhe janë të njëjtët persona që kanë qenë edhe përpara pezullimit. Ndërkohë, ditën e djeshme kanë patur një takim me prokurorët e SPAK, të cilëve ju kanë njoftuar vendimin e administratës amerikane. Bëhet fjalë për një prokuror, ekspert të zbatimit të ligjit në SBA, përfshirë këtu edhe FBI-n, të cilët asistojnë strukturat e drejtësisë në Shqipëri, me trajnime dhe ekspertizë, ndërkohë ende nuk ka një njoftim zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme SPAK. Mbështetja amerikane për prokurorinë e posaçme konsiston me infrastrukturë konkrete, logjistik, trajnime, vizita studimore, pajisje të ndryshme teknike dhe në sistemin e menaxhimit të çështjeve. Rikthimi në SPAK dhe GJKO i ekspertëve të Obdadit i jep rrugë edhe agjencive të tjera amerikane. Ndërprerja e përkohshme e bashkëpunimit erdhi pas urdhrit ekzekutiv të presidentit amerikan Trump për pezullim të fondeve ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara përmes të gjitha agjencive të saj, sidomos USAID-it, me qëllim rishikimin dhe rishpërndarjen me transparencë. Tashmë Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Departamenti i Eficiencës janë në fazën përmbyllëse të përcaktimit të projekteve për të cilat ndërpritet përfundimisht financimi ose do të vijojë, dhe me sa duket mbështetja për reformën në drejtësi në Shqipëri nuk do të preket.